Bismillah, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salat dhe selam e dërgojmë. Nderuar vëllezër, jemi në serinë e re të ligjëratave me temën shkatrimtarët e veprave tona të mira, e që konsideroj është një prej temave më të rëndësishme që duhet të njoftohet besimtari me ta, për arsye se në këtë mënyrë do të ruaj adhurimin e tij, do t'i ruaj veprat e tij të mira. E në qoftë se nuk interesohet për të njohur rreth këtyre veprave, do shta mund që punën e tij shumë vjeçare ta çojë hoç duke e vepruar ndonjërin prej këtyre veprave që konsiderohet shkatërrues për veprat e tij të mira, e pastaj del para Allahut durbosh dhe me rezultate të padobishme. Për këtë arsye, ne jemi munduar që, inshallah, përgjatë kësaj serie të ligjëratave, t'i përmendim shkatrimtarët më të mëdhej dhe më të përhapur të veprave tona të mira. Në dy ligjëratat e kaluara kemi folur për shirkun dhe i kemi marrë disa informacione në lidhje me të, ndërsa sot do të flasim për një shkatërrues tjetër që është mjaft i përhapur në mesin e muslimanëve, e që është ndërmjetësimi ose të marrësh si ndërmjetës dikënd prej krijesave dhe të vendosësh në vijën e shenjtë që është në vijën vertikale mes teje dhe me Zotin. Do thotë, në qoftë se e vendos dikënd, dëshiron me kërku mbrojtje prej dikujt, dëshiron me kërku ndihmë, ndërmjetësim, dhe këtë nuk e bën direkt tek Allahu, mirë po këtë e bën përmes krijesave, atëherë kjo konsiderohet gjuna shkatërrues që njeriu mund ta nxjerrë nga feja. Kur themi shkatërrues, shumë prej njerëzve ndoshta çuditën dhe ndoshta nuk e zon për të madhe. Mirë po nëse e shikojmë selefi se si është ruajtur prej këtyre veprave dhe si është friksuar, do të habitemi. Ata selefët, për shembull Sufjan e Thauri, kur është pyetur se pse po çon kaq shumë, ka thonë nuk po çaj nga gjunat që i kam bërë sepse ato janë të pakta. Mirë po çaj nga fundi im, se nuk po e di fundi im, apo më gjen duke i ruajtur këto vepra, apo po më gjen duke e praktikuar ndonjërin prej shkatrimtarëve të veprave të mira, e që të dalë para Allahut si i falimentuar dhe si i humbur. Pra shikoj kush ka qenë Sufjan e Thauri dhe sa ka pasur frikë rreth këtyre veprave. Dhe kush jemi ne, të cilët ndoshta as namazin në kohë vet nuk e falmi dhe prapse ndihemi të sigurt dhe këtë tema i konsiderojmë se të parëndësishme, dhe kur ndonjëri ndoshta e bën ndonjë vepër që konsiderohet shirk, që konsiderohet shkatërrues për veprat e tij të mira, ne arsyetojmë me mosdije, e arsyetojmë me atë e me këtë. Mirë po, argumenti se kjo vepër është ndaluar ndoshta është sikurse dielli në mesditë. Prandaj në rrugëllazën, shkatërruesi i dytë i veprave tona të mira, pra është kjo që përmendëm, të marrësh ndërmjetës mes teje dhe me Zotin dikën prej krijesave, qoftë ai pejgamber, qoftë ai njeri, qoftë melek e kështu me radhë. Pse dietarët e kanë ndarë këtë temë në temë të veçantë kur kjo hyn tek shirku? Pra të marrësh ndërmjetës dikën mes teje dhe me Zotin është shirk. Pra nuk mjaftohemi duke mësuar për shirkun dhe kjo mos përmendet fare. Jo, dietarët e kanë ndarë në temë të veçantë apo në shkatërrues të veçantë këtë që do të flasim sot, për shkak të përhapjes së madhe që është tek njerëzit. Dhe për shkak të dyshimeve të shumta që mund t'i binë si argumente ata të cilët e praktikojnë këtë në jetën e tyre. Pra kemi disa grupacione të cilët vishën me petkun e Islamit, pra e konsiderojnë veten musliman të devotshëm, mirë po këtë e kanë pjesë të fesë. Pra afrimin tek Zoti përmes krijesave, përmes evlijave, përmes njerëzve të dashur tek Zoti, përmes varrezave, e kanë pjesë të fesë dhe e konsiderojnë si vepër të mirë. A në qoftë se e vendosim në peshorën e Islamit, do ta shohim që kjo është shkatërrues i veprave tona të mira. Prandaj çdo kush që bën këtë vepër duhet të distancohemi prej tyre. Pasi kjo konsiderohet shkatërrues i veprave tona të mira. Pikërisht shejtani i mallkum përmes kësaj vepre, përmes kësaj forme klasike, ka arritur që t'i devijojë njerëzit, që nga Nuh a.s. e deri tek muslimanët e kohës së sodit. Për këtë pabesimtarët mushrikët në kohën e pejgamberit a.s. në qoftë se i shikojmë praktikisht kanë qenë më të mençur se sa disa muslimanë në kohën e sodit. Pse nuk kanë pranuar ata me thënë shahadetin? Nga se e kanë ditë që në momentin kur e thu shahadetin, të gjitha adhurimet, të gjitha veprat që quhen adhurim, duhet i dedikohen vetëm Allahut. Në qoftë se i dedikohen krijesave, atëherë padyshim që e ke thyer shahadetin
ndërsa ne themi shahadetin dhe nuk e veçojmë Allahun me adhurime. Mirë, po këta adhurime i ndajmë edhe te krijesat. E kur u pyetën ata pse s'pe thoni shahadetin, çka thanë? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Pra këta nuk po i adhurojnë për asgjë tjetër. Pra nuk po i lusin për asgjë tjetër, pos që të na afrojnë tek Zoti. Pra edhe ata kanë bërë për t'i afruar te Zoti. Mirë, po kjo ka qenë kryesorja e shirkut. Kjo është ajka e shirkut. E fatkeqësisht shumë prej muslimanëve në kohën e sodit e argumentojnë këtë shirk që e kanë bërë paganët e Mekës me veprimin se është vepër e mirë, që është vepër që dallon ty prej njerëzve të tjerë, fatkeqësisht Allahu na ruaj. Ndaj, nëse ndërmjet vllazën e lexojmë Kur'anin, do ta vrejmë që në asnjë adhurimi si ka kushtuar rëndësi më të madhe Kur'ani se sa duas, se sa lutjes. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja është adhurimi kryesor. Duaja është, domethënë, adhurimi më i vlefshëm dhe më i mirë. Allahu është interesant çdo herë kur e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam në Kur'an: "Wa idha sa'alaka", kur të pyesin ty, yes'alunaka 'anil ahilla, yes'alunaka 'anil mahid. Pra, ka ardhur në raste të shumta kur Allah i ka thonë: "Nëse të pyesin ty, thuajo. Nëse të pyesin për këtë, thuaja atyre, domethënë, rezultatin ose atë frutën e asaj pyetje që e kanë bën." E vetmi rast kur Allah i madhreshëm nuk i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam thuajo, është rasti me duan. "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse të pyesin robërit e me për mua, nuk ka thonë thuaj se jam afër. Mirë, po më njëherë ka thonë unë jam afër. S'ka nevojë të duaja me ardhmë ndërmjetës. S'ka nevojë të duaja të kjo lidhje e shenjtë vertikale. S'ka puna aty as pejgamber, as melek, as evlia, as kush. Njeriu çdo herë kur ka nevojë i lutet Allah subhanahu wa taala. Thonë nëse shkon te varri pejgamberit alayhis salam dhe i lutet atij, padyshim që ka ardhur me këtë gjuna të madh. Edhe pse është pejgamber. E lëre më ti lutet njerëzve të thjesht që konsiderohen ndoshta të dashur tek Allah subhanahu wa taala, që i konsiderojnë njerëzit e gjallë, se ne nuk e dim a janë prej të dashurve të Allahut apo jo. Ndaj dërëm vllazën: "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun", ka thënë Allahu. Nuk ka njerëz më të humbur se sa ata të cilët i luten dikujt tjetër pos Allahut. I luten dikujt që është shumë i pavëmendshëm ndaj lutjes dhe kërkesës tone. I lutesh dikujt që s'ka mundësi me të përgjigj. Për këtë arsye, njeriu çdo herë kur ka nevojë për diçka, i lutet Allahut të madhreshëm. Mirë, po ne e dim se në jetën e kësaj bote njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin. Por ti ka përcy te lashët, brengat, ka nevojë që edhe njerëzit e tjerë të ndihmojnë. Do thotë nëse kërkojnë ndihmë prej prindit, prej shokut, a konsiderohet kjo shirk? Pra tash do t'i mësojmë disa rregulla që kur lutja ndaj krijesës është e lejuar dhe kur lutja ndaj krijesës, ndaj njerëzve, është e ndaluar dhe konsiderohet shirk që e nxjerr njeriu nga feja. Janë disa raste. Pra kërkoj vëmendje që t'i mësoni këtë dhe çdo herë kur themi është shirk i madh, të largoheni prej tyre dhe të mos e praktikoni asnjëherë në jetën e juve, pa marrë parasysh se kush ju informon se është e lejuar. Kjo është e ndaluar dhe shumë e rrezikshme në fenë tonë. Rasti i parë është kur njeriu i lutet të vdekurit, i lutet varrezave. Qoftë duke qenë afër tyre, qoftë duke qenë larg tyre. Nëse njeriu i lutet të vdekurit: "O pejgamber ndihmon", "O filan evlian ndihmon", nëse njeriu i lutet të vdekurit, ka rënë shirk. Ka bërë këtë gjuna të madh që Allahu nuk e fal. Nëse vdes njeriu me këtë vepër. Dhe nëse vdes pa u penduar prej kësaj vepre, të gjitha veprat e tij të mira do t'i asgjësohen. Thot Allah në Kur'an: "In tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum." Nëse i luteni të vdekurve, ata s'ju ndëgjojnë. Po edhe nëse ju ndëgjojnë, a kanë mundësi me ju përgjigj në lutjet e juve? Padyshim që nuk kanë mundësi. Pra ai është njeri i mirë, pa marrë parasysh, ai është në një botë tjetër. Ai tash e ka hallin e vet, dertin e vet, çish ka mundësi më të ndihmoj ty? Pra ti lutesh të vdekurve, pa marrë parasysh a është pejgamber, a është njeri i mirë, a është hoxh, a është xhamatli, do thotë njeriu del automatikisht prej feje. Mirë, po këto nuk bën fjalë se dikush mund ta keq kuptoj nëse lutemi për të vdekur. Në qysh, o Zot fal, o Zot mëshiroj. Për këtë jetë nuk kemi duke folur se kjo është e lejuar dhe e kërkuar. Mirë, po nëse kërkon ndihmë, mbrojtje prej të vdekurve, nëse kërkon ndërmjetësim,
tek Allahu, atëherë padyshim që kjo është shirk që nxjerr nga feja. Shpeshherë njerëzit thonë, po na jemi gjunaqar, nuk po i praktikojmë Islamin, nuk po i kryjmë urdhat e Zotit ashtu siç duhet, kështu që nëse i lutmi Allahut direkt ka mundësi mos më na përgjigj. Kështu që këto kanë qenë njerëz të mirë. Pejgamberi alayhis salam kush ka qenë i dërguar i Zotit, i dashur i Allahut. Andaj ta lutmi Allahun përmes tina, se nashta Allahu na përgjigjet lutjen. E ndalu me vije kuqe, nuk ban mushkel, e shkele, do thotë e bane këtë gjuna të madh që të shkatruan pastaj veprat tua të mira. Rasti i dytë është kur i lutesh dikujt për diçka që ka mundësi veç Zoti me të përgjigjë ta. Për shembull, nëse i lutesh dikujt, a ki mundësi me mgjet bërç? A ki mundësi me ndihmu për diçka, për ndonjë nevojë që është njerëzore? Kjo është e lejuar. Mirë, por nëse i lutesh për diçka që ka mundësi veç Allahu, ajo është në dorën e Allahut, për shembull, më të dhon fëmijë. Kush ka mundësi me dhuru fëmijë përveç Allahut? Askush. Pra nëse ti shkon dhe i përgjërosh krijesës, mjekut apo kushdo qoftë, të lutem më bën me fëmijë. Të lutem mban prend, sepse nuk mund ta paramenoj jetën kështu duke qëndru, atëherë ke rënë në një gjuna të madh që konsiderohet shirk. Kush ka mundësi me të furnizoj me fëmijë përveç Allahut? Askush. Po ti duhet të marrësh sebepet, mirë po jo ta kesh mbështetjen e plot në njerin, në mjekun, sepse ky ka mundësi me të bëjë çfarë. Kështu është vetëm Allah subhanahu wa taala. Dhe rasti i tretë është kur ti kërkon diçka, qoftë edhe njerëzore, mirë po kërkon nga dikush që nuk është prezant. Nuk është prezant. Për shembull, e ki pretendon se është një njeri i dashur i mijëra kilometra larg teje. Evlia, hoç, kushdo qoftë ai. Dhe të tash prej vendit tan, i lutesh atij, të lutem ndihmon se jam në hall. As nuk e thirr në telefon, se nëse e thirr në telefon, a ki mundësi me ma bën këtë lutje për mua? Kjo është e lejuar. Mirë po as nuk e thirr në telefon. Mirë po pretendon se ai ka mundësi me ndëgju. Duke qenë mijëra kilometra, qindra kilometra larg teje, padyshim që e ke bërë këtë gjuna të madh që konsiderohet shirk dhe të nxjerr nga feja. Nga se i ke dhënë cilësi hyjnore. Ne kemi thënë çka është shirku? Ti japësh cilësi veti krijesës që i ka vetëm Allah subhanahu wa taala. Kush ka mundësi me ndëgju prej largu? Veç Allahu. E nëse ti lutesh dhe pretendon se ka mundësi edhe dikush tjetër me pas këtë cilësi me ndëgju prej largu, padyshim që e ke bërë këtë gjuna të madh që konsiderohet shirk. Pra, edhe një herë ta përtokojmë këtë me pak fjalë, për të mos e koklavit shumë. Kur është e lejuar ti lutesh krijesës? Nëse i lutesh të gjallët, është prezant, e ki afër, dhe i lutesh për diçka që është njerëzore. Pra kërkesa është njerëzore. Kur është shirk që të nxjerr nga feja? Nëse i lutesh të vdekurit, i lutesh të gjallit që nuk është prezant, por është larg teje, ose i lutesh atij që është prezant, mirë po i lutesh për diçka që është hyjnore. I lutesh për diçka që ka mundësi veç Allahu më të realizu atë kërkesë. Atëherë nëse i them këto tre rregulla, atëherë e ke bërë këtë gjuna të madh që konsiderohet shirk dhe që të prish të gjitha veprat tua të mira, e nëse vdes pa u pendu prej kësaj vepre, atëherë do të jesh përgjithmonë në zjarmin e xhenemit. Allahu na ruaj. Elusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, të na mëshiron. Elusmi Allahun e Madhreshëm që të sëmurët ton Allahu të shëroj, të vdekurit ton Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.